Të shtunën e 15 marsit, para Kuvendit Popullor të Serbisë në Beograd, është paralajmëruar një tubim tjetër masiv i organizuar nga studentë të cilët prej 4 muajsh protestojnë dhe bllokojnë më shumë se 60 fakultete anëmban Serbisë. Kërkesa e tyre kryesore është përgjegjësia politike dhe penale për vdekjen e 15 personave nga rrezimi një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit me 1 nëntor të vitit e kaluar. Qeveria e Serbisë i përshkruan këto protesta si revolucion me ngjyrë i cili ka si qëllim rrëzimin e dhunshëm të shtetit. Në anën tjetër, janë edhe studentët që kundërshtojnë bllokimin e fakulteteve. Që nga 6 marsi të veçuajturit student që duan të mësojnë, janë vendosur para presidencës së Serbisë ku kanë ngritur një kamp. Ata kanë kërkesa të tjera, por asnjë prej tyre nuk lidhet me incidentin në Novi Sad apo me korrupsionin e pretenduar qeveritar. Në mbrojtje të tyre ka dalë presidenti serb Aleksandar Vučić, njerëz të afërt me pushtetin serb, si dhe serb nga Kosova që janë të afërt me listën serbe. Në kampin e tyre janë po ashtu veteranë të njësisë për operacione speciale të dënuar për vrasjen e ish kryeministrit serb Zoran Đinđić. Por veteranë të luftës janë parë edhe në protestat e studentëve që kërkojnë përgjegjësi nga pushteti. Për të kuptuar më mirë situatën, le të shohim se si eskaluan protestat. Incidenti në stacionin hekurudhor në Novi Sad ndodhi me 1 nëntor 2024. Protesta e parë organizua me 3 nëntore më pas u përhap në gjithë Serbinë. Publiku ja atriboi përgjegjësinë për aksidentin, korrupsionit në qeveri, si dhe punimeve të dobta në rikonstruksionin e stacionit. Bllokimet e fakulteteve pasuan pas sulmit ndaj studentëve të Fakultetit të Arteve Dramatike në Beograd me 26 nëntor, të cilët ishin në protesta. Në publik u spekulua se sulmuesit ishin funksionarë të Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Cilat janë kërkesat e studentëve? Studentët kërkojnë publikimin e të gjithë dokumentacionit për rikonstruksionin e stacionit hekurudhor në Novi Sad, ndjekjen penale të sulmuesve, të studentëve dhe profesorëve në protesta, ndërprerjen e procedurave ndaj të arrestuarve dhe rritjen për 20% të buxhetit për arsim universitar. Protestat u masivizuan në fillim të këtij viti dhe quan në dorëheqjen e kryeministrit serb Miloš Vučević. Presidenti i Serbisë Vučić ka pretenduar se shërbimet e huaja të inteligjencës janë përfshirë në organizimin e bllokadave nga studentët në Serbi. Ai ka thënë se në mes studentëve ka persona që paguhen nga jashtë. Në protesta, studentët përdorin metoda të ndryshme për fshirë bllokimin e universiteteve shtetërore në të gjithë Serbinë dhe të transmetuesit publik të Serbisë, si dhe bëjnë thirrje për greva të përgjithshme. Prokuroria publike në Novi Sad ka ngritur akuzë kundër 13 personave për incidentin në Novi Sad. Në mesin e tyre është edhe ish ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës Goran Vesić. Po ashtu, qeveria e Serbisë thotë se ka publikuar dokumentacionin për rikonstruksionin e strehes, por studentët thonë se ai nuk është i plotë dhe se kërkesat e tyre nuk janë plotësuar. Çfarë dihet për tubimin e ardhshëm? Presidenca e Serbisë ndodhet përballë Kuvendit Popullor të Serbisë, kështu që të shtunën 2 grupe do të protestojnë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Përderisa po afrohet kjo ditë, studentët nga pjesë të ndryshme të Serbisë po shkojnë në Beograd në këmbë për të marrë pjesë në tubim. Ata theksojnë se janë paqësorë. Megjithatë, Vučić në një nga fjalimet e tij të fundit ka paralajmëruar sërish për mundësinë e dhunës dhe arrestimeve.